për dalë në mbrapa bankës, duke mos I lejuar që të kalojnë para Partisë Socialiste. I vetmi objekt ditën e sotme që është ndaluar marshimi I qytetarëve është jashtë ambienteve të Partisë Socialiste, ndërkohë gjithë rrugtimi tjetër I tyre nuk është ndaluar. Shohim edhe molotov cilët po hidhen shumë pranë protestuesve. Shohim jemi në sheshin Skënderbej në daljen përbri Bankës së Shqipërisë, ku me sa duket janë orientuar qytetarët që të kalojnë për shkak se është bllokuar me gard policor rruga jashtë selisë së Partisë Socialiste. Shohim këtë zotrin këtu është Sali Berisha që është maskuar me kundra gaz, me kapele, ndërkohë që shoqëronit e bodyguardët me çadra, ka gaz lotësjedhës të hedhur nga radhët e policisë së shtetit, gjithashtu edhe boti me ujë I cili nuk ka pushuar së lëshuar I ujë në drejtim protestuesve, të paktën në ambientet jashtë Partisë Socialiste. Shohim zoti Berisha I cili me sa duket I ka marrë gjitha masat për të mos u cënuar nga gazi lotësjedhës. Është zotria në shoqërinë e zonjës aty, sepse nuk mund dallohet dhe nuk mund njihet mirë, është Sali Berisha, kreu I Partisë Demokratike, I cili tashmë ka vendosur të identifikohet duke hequr maskën kundra gaz. Me sa duket ka më pak fluks gazi lotësjedhës ku janë pozicionuar tani demokratët, ndërkohë, siç e thamë dhe më herët, janë ndaluar që të kalojnë para selisë së Partisë Socialiste dhe që ta sulmojnë atë gjithë demokratët për shkak se është vendosur gardi policor aty, gjithashtu dhe autoboti me ujë. Nuk e di nëse kam ndonjë prej kolegëve të cilët janë në shoqërinë dhe në rrugtimin e zotit Berishës për ndjekin pranë. Kemi Osman Stafon. Osman, ku jeni aktualisht? Partisë Socialiste, protestuesit ventuan që nga sheshi Skënderbejt shkoni drejt Partisë Socialiste, por që nuk u lejuan aty nga policia dhe hodhën molotov në drejtim të punonjësve të policisë të shtetit. E më pas, ata ju përgjigjen me gaz lotësjedhës, ndërkohë që nga ana tjetër protestuesit hodhën molotov në drejtim të makinave të policisë të shtetit. Si një formë reagimi, ndërkohë që janë duke kaluar përpara selisë Partisë Socialiste tashmë. Protestues për të cilët vetëm pak momente më parë patën një përballje afër selisë Partisë Socialiste, ku hodhën edhe molotov në drejtim të makinave të policisë së shtetit, planet të cilat News 24 I ka filmuar, ndërkohë që përsëri ka përplasje, ka komunikim në distancë mes protestuesve të cilët ju drejtohen punojësve të policisë së shtetit, ndërkohë që rrugtimi I protestuesve është duke vijuar tashmë. Pra janë duke vijuar marshimin e tyre për të shkuar në një tjetër tashmë jashtë ambienteve të katedrales ortodokse apo jo? Do të shkojnë. Po, vetëm për pak momente mbrim aty dhe do të vijojë përsëri rrugtimi I protestuesve pas ndalesave që ata bën tek Ministria e Infrastrukturës dhe Ministria e Brendshme, ku hodhën aty molotov dhe fishek zjarre. Policia ju përgjigj me gaz lotësjedhës dhe momenti tjetër ka qenë në afërsitë selisë Partisë Socialiste, ku protestuesit kërkuan të kalojnë përpara selisë, por që policia e shtetit nuk I lejoi dhe pas këtij momenti Ty bllokuan apo ka patur edhe episode të tjera më parë ku vendosur ku është vendosur policia gard për të mos I lejuar qytetarët që të ecin edhe të rrugtojnë të marshojnë aty. Vetëm para Partisë Socialiste nuk janë lejuar? Pra ata tentuan që nga sheshi Skënderbej të vinin, pra të dinin përpara selisë Partisë Socialiste dhe për të dalë pastaj në Unaz, nuk u lejuan nga punonjësit e policisë dhe ata ndoqën rrugën mandej për të dalë nga banka rreth Bankës Shqipërisë për të dalë përsëri në Unazën e vogël të Tiranës, dhe ku tashmë jemi pra përballë katedrales ortodokse e për të vijuar. Do shikojmë tani nëse drejtimi do të marrë për nga drejtoria e policisë të Tiranës apo do të futemi drejt për drejt në zonën e bllokut. Do të shikojmë këtu se çfarë do të ndodhë. Ndërkohë që patjetër numri I protestuesve në këtë pikë ku ne jemi është zvogluar disi për shkak të ndërhyrjeve që ka bërë policia me gaz lotësjedhës.
si tek kryeministria, si tek drejtoria, si tek Ministria e Brendshme dhe Ministria e Infrastrukturës, por nga ana tjetër edhe tek në afërsitë së listë Partisë Socialiste në sheshin Skënderbej. Ndërkohë që është bërë thirrje nga ajo çfarë kuptoj që protestuesit të rigrupohen përsëri, është bërë thirrje me anë të komunikimeve që kanë eksponent Partisë Demokratike për të rigrupuar përsëri e për të vijuar protestën marshim që ata kanë nisur, e cila është pra duke vijuar në këto momente ku kemi parë që kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, këtë herë ka marrë dhe masat për të mos u gjendur i papërgatitur si kundër ka ndodhur edhe në protestën e fundit, ku nga hedhja e gazit lotësielës, por edhe e ujit, i është dashur më pas që të largohet nga marshimi për t'i pritur protestuesit më tej në selinë e Partisë Demokratike. Të paktën kjo ka ndodhur në protestën e fundit, ndërkohë ditën e sotme kemi parë që zoti Berisha në momentin që hedhet gaz lotësielës vendos edhe maskën e tij antigaz kundra gaz për t'u mbrojtur, ndërkohë që shoqërohet nga pra shoqërohet ditën e sotme nga drejtuesit më të lartë të Partisë Demokratike, por edhe nga eksponent të kësaj force politike. Tashmë ndodhemi në kryqëzimin e rrugës Myslimshyrit, pra do të shikojmë për nëse protesta do të ketë një drejtim drejt policisë së Tiranës apo pritet të vijojë drejt për drejt në zonën e bllokut. Kjo mbetet për të parë, por nga informacionet e mia ka dhe zhvendosje të punonjësve të policisë drejt zonës së bllokut, aty ku në protestën e fundit pati edhe një situatë që publikisht dhe zyrtarisht pra njihet si shkak zyrtar, vetë drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, tashmë ish drejtori, pra Proda është shkarkuar pasi u deklarua nga kryeministri se nuk mori masat e duhura për mbarvajtjen e protestës. Paktën kjo është ajo se çfarë publikisht u deklarua. Ndërkohë që vijon Ka është drejtimi që morët Osman? Rrugtimi i kësaj proteste vijohet, pra për pak do dalim në Unazën e Tiranës, pra tek lumi i Lanës, dhe aty do shikojmë nëse do kalojnë pra rrugën drejt për drejt Tajvanit për të vijuar në blok, apo do të kthehen. Ndërkohë në krah, kujdes se keni një autobot me ujë dhe efektiv policie, Osman. Por me shumë mundësi pritet që protestuesit të drejtohen drejt drejtorisë së policisë së Tiranës. Të paktën kjo është ajo çfarë ne kemi raportuar edhe më herët, por do të jemi këtu për të parë, pasi vetëm pas pak momentesh do të vijojë edhe rrugtimi, ndërkohë që policia e shtetit në distancë është duke ndjekur edhe pra drejtimin që po marrin protestuesit. Aktualisht e theksova, do të shikojmë ajo çfarë ditër se në zonën e bllokut protestuesit do hyjnë patjetër vetëm në raste kur policia ndoshta mund të krijojë barrikada për të mos lejuar hyrjen e tyre, por sipas asaj çfarë ne kemi mësuar, pritet që protestuesit edhe ditën e sotme të hyjnë në zonën e bllokut. Nuk e dim nëse kanë përgatitur edhe ditën e sotme diçka konkrete për të zbatuar apo jo, por do të jemi këtu për ta ndjekur moment pas momenti së bashku me operatorët tanë, të cilët janë duke ndjekur protestën moment pas momenti. Është një protestë Klevi që nisi tek kryeministria e pra Shqipërisë, tek bulevardi Dëshmorët e Kombit, ku protestuesit hodhën molotov në drejtim të kryeministrisë si formë reagimi, revolte, zemërimi pas veprimeve të fundit të ndërmarra edhe nga Partia Socialiste për të penguar sipas tyre drejtësinë për në çështjen Balluku, e mandej edhe akuzat për korrupsion, pasi ata deklarojnë se e keqja e këtij vendi është vetë kryeministri Edi Rama dhe se veprimet e tij edhe ndërhyrjet ligjore që ai ka bërë janë vetëm për të mbrojtur atë nga drejtësia. Për këtë arsye ata vendosin që edhe në këtë protestën të dytën radhazi të mos kishte fjalime dhe podiume, por të kishte revolt dhe reagim. Më tej protesta vijoi drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit për të arritur tek Ministria e Infrastrukturës dhe Ministria e Brendshme, ku protestuesit përsëri kishin përgatitur molotov për të hedhur aty së bashku me fishek zjarre. Përgjigjja e policisë ishte gaz lotësielës, e mandej edhe tek selia e Partisë Socialiste, teksa protestuesit kërkuan që të
merrnin rrugën që të çon përpara kësaj selie, ata u ndalën nga policia e shtetit, por